Duket se Rusia nuk po heqdor nga provokimet e saj kundrejt perëndimit, por këtë herë nuk është djegja e tonelatave me ushqime apo çështja e përgjimeve të shërbimeve sekrete ajo çka ka shqetësuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n, por një skenar më i rrezikshëm sipas tyre. Rritja e prezencës ushtarake të Rusisë me baza të rindërtuara apo stërvitje ushtarake që bëhen për të shfaqur forcën janë një tregues se loja po bëhet më e paparashikueshme. Rrjeti i lidershipit europian i ka bërë thirrje perëndimit dhe qeverisë së Moskës se duhet patjetër që të rrisin dialogun, pasi ka rrezik që stërvitjet ushtarake të gjitha palëve të bëhen edhe më agresive. Ndaj sikurse grupi ILN paralajmëron, pasojat do të jenë më të mëdha dhe ky skenar të çon në të njëjtin me atë të luftës së ftohtë. Sigurisht, nxitur edhe nga konflikti i Ukrainës, i cili ka një peshë të madhe në prishjen e këtyre raporteve. Qeveria e Moskës i ka dhënë një prioritet të madh pajisjeve të reja ushtarake dhe një pjesë e konsiderueshme e buxhetit të tyre është investuar në teknologjinë më të fundit të armatimeve. Ky fakt ka shqetësuar edhe Javier Solanon, generalin Lord Richards, apo zëvendës kryeministrin francez Michael Rocard, të cilët kanë kërkuar që të vihet sërish në funksion Këshilli i Përbashkët NATO-Rusi, i cili u krijua që në vitin 2002, por fatkeqësisht u pezullua në vitin 2014 për shkak të aneksimit të Krimes. Ky mekanizëm shihet si një shans për të rikthyer dialogun mes palëve, por manovrat e fundit të Rusisë dhe NATO-s kanë bërë që këta të fundit të takojnë gjatë stërvitjeve ushtarake në det ose në ajër dhe jo në tryezën e përbashkët të Këshillit të Sigurimit.